Kampioni në fuqi i turneut të tenisit Young Office Masters, Dimitar Grabullovski ka arritur të mbrojë titullin për herë të tretë rresht. Maqedonasi në finale ishte më i mirë se kundërshtari i tij nga Maqedonia, Shëndrit Deari. Tridhjetë e një vjeçari arriti ta fitojë duelin 2-1, rezultatin në sete 5-7, 6-1 dhe 6-3. Pasi humbi setin e parë pas tie-breakut, Maqedonasi setin e dytë e përmbylli për vetëm 18 minuta lojë, kurse në setin e fundit Grabullovski u tregua më i suksesshëm se kundërshtari i tij dhe për herë të tretë rresht ngriti trofeun e këtij turneu. Këtë vit ishte më vështirë. Në 2 vitet e kaluara pata fituar lehtë, kurse si vjetu përballa me kundërshtarin më të vështirë prej se që marr pjesë në këtë turne. Siç e pat, fitova pas 3 seteve. Nuk ishte as pak e lehtë, por në fund u përmbyll mirë për mua sepse fitova. Grabullovski deri në finale arriti pasi që në ndeshjen e parë fitoi lehtësisht ndaj Jeton Hajdarit, kurse në gjysmëfinale mposhti Gurash Hasanin. Deari në lojën e parë kishte mposhtur Behar Kurteshin, kurse në gjysmëfinale Granit Bajraliun. Po, seti i parë ishte i barabartë dhe në fund arrita të fitoj me një lojë më të mirë, por në gemin e setit të dytë, pra ndikun ka fillimi i setit të dytë, ndjeta në muskulin e mbas të këmbës, një shtrëngim që deri në fund s'mundesha për fatkeqësisht të jap maksimumin tim dhe për fatkeq hupa. Sponzori gjeneral i këtij turneu, kompania Young Office, edhe këtë vit për fituesit kanë darë shpërblime, 1.500 euro për fituesin, 750 për finalistin dhe nga 200 për gjysmëfinalistët. Për vitin e ardhshëm po ju tregojmë se qysh tash kemi filluar të kontaktojmë me disa tenistë të rajonit, jo vetëm të rajonit Ballkanit, por edhe me gjithë që kanë shprehur interesimin të jenë pjesë e turneut ton, ku mendoj se vitin e ardhshëm do të jetë një konkurrencë edhe më e fortë, nuk do të ketë vetëm rajonin siç e kemi përfshirë deri tash Maqedoninë, Malin e Zi dhe Shqipërinë. A do të shtohet edhe numri i tenisëve? Jo, nuk më merr mendja se do shtohet numri i tenisëve. Parimisht po flas, por sigurisht do të jetë një konkurrencë më e gjerë. Tashmë kemi marrë interesim prej Bullgarisë dhe prej Austrisë për tenistë të ndryshëm, madje edhe prej Kroacisë për të marrur pjesë.